Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka bërë të ditur se nuk ka marrë asnjë njoftim nga burgu i Durrësit për transferimin e përkohshëm të burgosurit Altin Doci në spital. Verifikimet paraprake tregojnë se as Drejtoria e përgjithshme e burgjeve dhe as Komisariati i Policisë Durrës nuk kanë qenë të informuar për planifikimin e shoqërimit, as për realizimin e vizitës mjekësore. Sipas raportit zyrtar, këto veprime bien ndesh me aktet nënligjore në fuqi dhe procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Si pasojë e këtyre shkeljeve, Drejtori i përgjithshëm i burgjeve ka urdhëruar pezullimin e të gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit, ndërsa me urdhër të prokurorisë janë arrestuar 8 persona, midis tyre 6 efektiv të policisë të burgut, zëvendës shefi i policisë dhe kryeinfermieri i spitalit të burgut. Hetimet janë shtrirë si në aspektin penal ashtu dhe në atë administrativ për të përcaktuar rrethanat e arratisjes dhe për të identifikuar të gjithë bashkëpunëtorët e mundshëm. Altin Doci, konsideruar i rrezikshëm, ndodhej i paraburgosur që nga 20 maj 2020 nën akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave, armbajtjes pa leje, pjesëmarrjes në organizata kriminale dhe kryerjes së veprave penale në kuadër të organizatës kriminale. Ai po gjykohet për masakrën e Bradasheshit në Elbasan, që ndodhi në dhjetor 2018, ku mbetën të vrarë 3 persona. Kamerat e sigurisë tregojnë se gjatë shoqërimit në spital Altin Doci ka shfrytzuar një moment pa kujdesie të efektiveve të burgut dhe ka arritur të largohet me shpejtësi. Dyshohet se ngjarja ishte mirë organizuar, pasi ai është shpritur nga një automjet për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Hetimet janë duke vazhduar për të zbardhur çdo detaj dhe për të vendosur përgjegjësitë e plota për këtë rast.